Zoti Saliani ka një avantazh sepse është i ri, ka ambicie dhe përballë nuk ka më partinë e egër të djathtë të dikurshme të zotit Berisha. Zoti Saliani duhet të bënte në mendimin tim një rrugë jo atë që kanë bërë të tjerët, këtë lloj ndarje dhe këtë lloj qësëndije ndaj zotit Berisha, por një ndarje duke u nisur nga respekti i statutit Partisë Demokratike. Dhe si bëhet kjo në mendimin tim? Shpallet një platformë dhe platforma duhet të shkruhet. Kjo është një nga vërejtjet që unë ja kam bërë dhe kam shkruar dhe më vjen shumë mirë që ju e keni botuar që nëse fillon një lëvizje, lëvizja duhet manifestohet me një traktat, me një dokument dhe duhet thuash për shkak të këtyre problemeve, për shkak të qeverisjes së gjatë në krye të partisë të zotit Berisha, pastaj të zotit Basha, për shkak të ndarjeve, për shkak të humbjeve të vazhdueshme. Kështu, neve sot, në respekt të statutit të partisë tonë, nisim këtë lëvizje me këtë emër, një grup njerëzish të kryesisë ose të grupimeve të tjera, për të kthyer një lloj legjitimitetit të partisë, sepse në fund edhe kjo ndarje e Partisë Demokratike brenda statutit partisë do ashtu, paçka se ne të dy e dim shumë mirë që Berisha dhe Rama nuk është se i respektojnë shumë statutet e tyre. Por dokumenti është dokumenti që ngelet në histori dhe ai që vjen mbas zotit Saliani, nëse zoti Saliani nuk do e arrit dot në pranverë të përballë kandidaturën e zotit Berisha, dhe unë besoj që do jetë e vështirë, niset mbi këto shpatulla.